Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 41 vjeçarin Filip Shehu, i cili vrau me thik kolegun e tij picier Indrit Ismail Mllari. Ngjarja kjo e ndodhur pas ditën e të martës në një lokal te komuna e Parisit. Në deklarimet që ka bërë para togave të zeza në gjykatën e Tiranës, 41 vjeçari ka pretenduar se shpesh herë është ofenduar dhe ngacmuar në punë nga kolegu i tij. Sipas Filip Shehut, ka mësuar një ditë më parë se Indrit Ismail Mllari ka ndruar jetë, ndërsa ka kërkuar falje për familjarët. Avokati mbrojtësi i autorit Ilir Murati ka kërkuar një masë më të butë sigurie, duke pretenduar se ngjarja ka ndodhur në kushte të rënditjes së rënd psikike dhe klienti i tij kishte 13 vite që kuroi për çrregullime bipolare. Avokati kërkoi shtrim të detyrueshëm në spital psikiatrik si masë sigurie dhe kryerjen e një ekspertize të shëndetit mendor. Pavarësisht kësaj, gjykata penale e Tiranës e la në arrest me burg. Sipas hetimeve dhe pamjeve filmike, e gjithë ngjarja ka ndodhur brenda pak minutash, ku fillimisht ka pasur një debat, ndërsa më pas Filip Shehu e ka qelluar 3 herë me thik duke lënë të vdekur në vend kolegun e tij Indrit Ismail Mllari.